Punimet e shpeshta në rrugët e qytetit nga kompania rajonale ujësjellësit Gjakova kanë bërë që gjendja infrastrukturore e këtyre zonave të jetë temë diskutimi në komunitet për shkak të gropave të shumta që mbesin pas ndërhyrjeve në rrjetin e ujësjellësit. Banorët si dhe frekuentuesit e këtyre zonave shpesh janë ankuar se pas përfundimit të punimeve, rrugët nuk janë rikthyer në gjendjen e mëparshme, duke lënë pas dëmtime në asfalt dhe gropa apo pjesë të parregulluara që vështirësojnë qarkullimin e automjeteve dhe këmbësorëve. Sipas qytetarëve, situata të tilla jo vetëm që ndikojnë në cilësinë e infrastrukturës rrugore, por gjithashtu krijojnë rrezik për dëmtimin e automjeteve dhe për sigurinë e pjesëmarrësve në trafik. Në disa raste, gropat e krijuara pas punimeve mbeten për një kohë të gjatë pa u rregulluar, gjë që ka nxitur reagime dhe diskutime të shumta. Nga ana tjetër, qytetarët kërkojnë që edhe institucionet përgjegjëse të kenë një koordinim më të mirë, në mënyrë që pas çdo ndërhyrje në rrjetin ujësjellësit të bëhet edhe rikthimi i menjëhershëm i rrugës në gjendjen e saj të mëparshme. Po ashtu, edhe në njërin prej fshatrave të komunës së Gjakovës në Berdusan, banorët thonë se po përballen me probleme të ndryshme. Sipas tyre, pas ndërhyrjeve të shpeshta të kompanisë rajonale të ujësjellësit në rrjetin e ujësjellësit, rrugët janë dëmtuar dhe nuk janë rikthyer në gjendjen e mëparshme. Banorët e këtij fshati kanë kontaktuar redaksin tonë duke shprehur shqetësim për gjendjen e dobët të infrastrukturës rrugore, duke theksuar se në disa pjesë të rrugëve kanë mbetur gropa dhe sipërfaqe të parregulluara që vështirësojnë qarkullimin e përditshëm. Për këtë çështje kemi adresuar pyetje edhe në institucionin në fjalë për të kuptuar se cili është procesi i rikthimit të rrugëve në gjendjen e mëparshme pas përfundimit të punimeve dhe nëse ekziston një plan konkret për sanimin e dëmtimeve që krijohen gjatë këtyre ndërhyrjeve. Megjithatë, deri më tani, nga KRU Gjakova nuk kemi pranuar një përgjigje zyrtare lidhur me këtë çështje, ndonse pyetjet u janë dërguar që nga dita e martë.